Komuna e Gostivarit ka filluar me realizimin e projekteve kapitale infrastrukturore të cilat I fitojnë nga thirrja e parë qeveritare. Nga 13 në 3 projekte tashmë punimet kanë filluar në teren. Një ndër ato është edhe rruga 13 përballë shkollës së muzikës, e cila lidhet me Jënan. Zhvillimin e punimeve nga afër e ka ndjekur një delegacion nga Komuna e Gostivarit drejtuar nga kryetari Valbon Limani. Ai me këtë rast sqaroi se në këtë rrugë zgjerohen punimet nga projekti fillestar, pasi do ndorohet edhe gypi ujësillësit në gjatësinë të gjithë rrugës. Limani po ashtu bëri të ditur se disa nga projektet më të mëdha të financuara nga qeveria do të fillojnë të realizohen këto ditë, sikurse është bulevardi kryesor I qytetit dhe rruga Beliçica. Dolëm të shohim dhe të inspektojmë punimet e një prej projekteve, prej 13 projekteve të se të fituam në përmjet grantit të qeverisë, bëhet fjalë për rrugën 13, ku përveç asfaltimit I cili ishte I parapar me projektet e qeverisë, do të bëjmë edhe ndrimin e gypit të ujësjellësit, investim këy nga ana e Komunës së Gostivarit, gjithashtu punohet edhe në 2 lokacione tjera për momentin në rrugën e vjetër të Balindollit dhe rrugën Nikola Tesla. Ditëve në vijim do të fillohet edhe në 3 lokacione tjera të punohet. Së shpejti për 2-3 javë do të fillojnë edhe 2 prej projekteve më të mëdha, njëri prej të Malardi deri tek ura e gjykatës, edhe me shumë gjasa edhe projekti me bankën botërore, bëhet fjalë për rrugën Beliçica. Vendosja e gypit të ri të ujësillësit dhe asfaltimi e rrugës pritet të jenë gati nga fundi I prillit. Aty aktualisht është larguar asfalti vjetër dhe ekskavatori ndërmarrjes publike komunale po punonte për rregullimin e instalimeve nëntoksore, nga ku do të kalojë edhe gypi ujësillësit. Kjo rrugë, simbas asaj sot që dëgjova dhe pash, besoj që diku për 45 ditë të jetë gati, për 1 muaj e gjys të jetë gati. Do të marrë pak kohë, pasi që ashtu siç theka bëhet edhe ndrimi I gypit të ujësjellësit, investim të cilën e bëjmë ne si Komunë e Gostivarit në bashkëpunim me ndërmarrjen komunalec. Vlera e investimit të kësaj rruge ka shifrën e 6.5 milion denar, prej të cilave 4.5 milion janë për asfaltimin dhe 2 milion denar për gypin e ri të ujësjellësit. Ndryshe, 13 projektet e fituara nga qeveria nga ana e Komunës së Gostivarit janë me vlerë prej afërsisht 2.7 milion euro. Nga thirrja e dytë qeveritare, ajo pritet të fiton edhe 40 projekte të tjera.